Eglitako dhe gjesti gati për bashkëpunimin e shumë pritur, ja titulli i këngës së shumë përfolur. Pas një rrugtimi të mbushur me ulje ngritje në sytë e publikut, Eglitako dhe gjesti vazhdojnë të qëndrojnë në qendër të vëmendjes edhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4. Dyshja që u përfol shumë për lidhjen e tyre brenda spektaklit, duket se po përgatiten për një kapitull të ri, këtë herë në muzikë. Egli ishte së fundmi ka treguar për një bashkëpunim të mundshëm me gjestin. Tani, do bëjmë apo s'do bëjmë këngë bashk, kjo është akoma duke u parë. Ama titulli është i sigurt. Nëse do ta bëjmë, titulli është Mos i hy thellë, u shpreh ajo me një buzëqeshje që la shumë për të kuptuar. Kënga, ende në përgatitje, duket se do të jetë më shumë se sa një bashkëpunim muzikor, një rrëfimi të vërtetave që publiku i ka ndier, por jo gjithmonë i ka kuptuar. Që nga momenti kur u afruan brenda shtëpisë së bëbuve, e deri tek zërat e vazhdueshëm për ndarje, loja apo ndjenja të vërteta, Egli dhe gjesti janë bërë një nga çiftet më të komentuar në rrjetet sociale. Tash themet nuk kanë të ndalur, janë bashkë, s'janë bashkë, është lojë, është strategji. Por përtej dyshimeve, ata kanë zgjedhur heshtjen dhe fshehtësinë si formë mbrojtjeje. Një zgjedhje që nuk lidhet vetëm me ndjenjat, por edhe me përfitimet që sjell një vëmendje e tillë në një botë ku fama shpeshherë vlen më shumë se sa e vërteta. Megjithatë, pavarësisht gjithçkaje, rruga e tyre duket se po shkon në drejtimin e duhur. Lidhja e tyre, qoftë romantike apo profesionale, po konsolidohet në heshtje, ndërsa suksesi i tyre është bërë tashmë i dukshëm. Të dy dolen nga Big Brother VIP me një emër të madh dhe një ndjekje të madhe, dhe tashmë janë gati të kthejnë gjithçka në diçka konkrete. Mos i hy thellë nuk është vetëm titull, është një mesazh për të gjithë ata që mendojnë se i dinë të gjitha. Sepse ndonjëherë, disa lidhje janë shumë më të forta pikërisht kur mbahen larg zhurmës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!